ta bëj një debat me përfaqësimet e organizimeve të ndryshme politike dhe jo politike, me intelektual të qytetit të Gjilanit, dhe këtu bashkarisht të flasim me fakte dhe argumente për mënyrën se si po qeveriset Komuna e Gjilanit. Konsiderojmë se vetëm në debate të këtilla kuftohen të gjitha palët dhe të gjithë i jepet hapësirë dhe lirie plotë e fjalës për ta thënë atë që mendojnë me thënë, për ta argumentuar atë që e thonë, vetëm në këtë mënyrë ne mund të ecim në drejtim të avancimit të më të thjeshtë të demokracisë. Prandaj, unë ju falenderoj të gjithë juve që sot këtu keni ardhur me dhënë kontributin tuaj në këtë drejtim. Qendra e Lëvizjes Vendendosje në Gjilan, si subjekti më i përkrahur në Komunën e Gjilanit dhe subjekti i dytë edhe zyrtar, që atë 4-5 muajve të fundit po mundohet me lujt rolin e saj opozitar, por asnjëherë duke u mbështetur në thashë theme, por përherë duke u mbështetur në argumente të cilat në çdo kohë jemi të gatshëm me i faktuar. Në një emision të 4 nëntorit në infomagazin në TV Klan, ku isha unë bashkë me kryetarin e komunës, ishte kërkesë e kryetarit që ne të dalim me argumente, prandaj kërkesën e tij ne e kemi marrë në konsiderat, e kemi plotësuar kërkesë dhe sot këtu para jush, e përmes mjeteve të informimit edhe para të gjithë qytetarëve të Gjilanit dhe të Kosovës, do të argumentojmë, do t'i prezantojmë vetëm një pjesë të vogël të fakteve. Tjerat që s'do t'i prezentojmë sot, nuk po i mshehim, po sot nuk ka as kohë as hapësirë me i prezentu të gjitha. Ne do të vazhdojmë me debatet këtilla dhe në debatet të ardhshme që nuk do t'jenë shumë larg, do t'i prezentojmë edhe faktet e tjera të cilat ne i kemi, dhe këtojmë të gjitha ata që kanë fakte, dhe me fakte mund të na i demantojnë të tonat që të vinë në kryezë, ose të naftojnë në kryeza, na jemi të gatshëm që të përgjigjem në çdo ftesë që na bëjnë të tjerët për debatet e tilla. Unë edhe njëherë ju falenderoj shumë që keni ardhur dhe tash kisha lutur Avniun që është edhe në kryetari i qendrës që ta udhëheq këtë vend. Ju falenderoj shumë. Të nderuar pranishëm, qytetarë, përfaqësues të subjekteve ndryshme politike, shoqërisë civile, mediave dhe gjithë ju mësafer të tjerë pjesëmarrës. Siç e tha dhe kryetari, ne e kemi ftuar edhe kryetarin e komunës Qemal Mustafën, po ashtu edhe përfaqësues e zyrës ligjore dhe menaxherën e zyrës tenderimit. Mirë po ata nuk kanë përgjigjur ftesës tonë, ndërsa një letër që ka shkruar zyra e kryetarit, në fakt nga e kemi këtë letër nga Qemal Mustafa, kryetari i komunës, i cili lidhur me këtë ftesë tonë që edhe në fakt ka qenë edhe iniciativë e tij, ku ka pyetur se ku janë faktet dhe ne kemi ofruar hapësirën për të ballafaquar drejt për drejt, dhe ai ka bërë dhe na ka dërguar, e kemi gjetur këtë letër që ka shkruar zyra e kryetarit të komunës dhe ne do ta lexojmë. Zyra e kryetarit të komunës nga Qemal Mustafa për zotin Ahmet Isufi, kryetari i Degës së AK-s në Gjilan, për zotin Sokol Hazive, shefi i grupit këshiltar të AK-s në Kuvendin Kombëtar të Gjilanit, Lëndas Shalin. I nderuar kryetari i Degës së AK-s në Gjilan, zoti Isufi, i nderuar udhëheqës i grupit politik të AK-s në Kuvendin Kombëtar, zoti Hazive, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile. Spari, në cilësinë e kryetarit të komunës, ju uroj dhe përgëzoj për angazhimin dhe punën e mirë që e keni bërë dhe të bëjmë bashkë për mirën e komunës tonë dhe të rajonit tonë të Ramës. Në komunën tonë është investuar mend i madh në ndërtimin e raporteve fëmijë nga ndërnjerëzore, ndërpartiake dhe ndëretnike, e që ka rezultuar me klimë të shkëlqyeshme politike të sigurisë. Janë ka dy faktorë kryesorë për çfarë do zhvillimi tjetër pozitiv edhe në politikë dhe në zhvillimin ekonomik të shtetit.
fatë keq në hapësirën e komunës ka njësë para 2 vitesh të veprojnë ndonjë informacion politik i cili nuk njeh parimet themelore të ndërtimit të shtetit. Çdo zhvillim me shene frymë negative dhe rezultatet e arritura në komunë janë i diskreditantë dhe irresantë. Është kjo lëvizja vetë vendosin në Gjilan, e cila përveçues, fyse dhe diskredituese pas një argument nuk një asgjë tjetër. Kjo është e natyrshme kur kitë parasysh se kush është në majën e saj. Një njeri me vizion të mandet të ngushtë dhe me tepric inakër dhe energji negative ndaj konkurrentëve. Por nesër e kaftuar shoqërinë e komunës në një debat në formë gjyqi, siç organizoi dikur në sistemit të kaluar. Secili nga ju e dini më së miri rolin tuaj, por këtë letër ju dërgova të them arsyet pse institucioni i komunës nuk do të ketë në vetë sfidat të vendosjes. Spari është të dëmshme që të bëhet praktikë që partitë politike të themelojnë dhe të nxisin debate, sepse patjetër që qasin e këto debate është e ngushtë, selektive dhe njanshme të tilla. Së dytë, nuk do t'i shkojmë askujt për t'ia zbukuruar dasmën nëse gjatë gjithë kohës është vetëm fyes dhe diskreditues. Së treti, duhet fuqizohet shoqëria civile dhe media si të vetme të besueshme për organizimin e debateve politike dhe çfarë tjetër. Pra, duam të jemi fare të qartë. Kurdo që shoqëria civile dhe media na ftojnë në arenë, jemi plotësisht të gatshëm të ballafaqojmë argumentin në secilin. Megjithatë, përcaktimi juaj mbetet i lirë nëse doni të shkoni ose jo në organizime të tilla të tipit të spilarave të bogata dhe fyse. Me respekt që marrë Mustafa Kredari i komunës më 22 nëntor 2011. Pra, këtë nuk do ta komentoj. Të nderuar praneshëm, ne si qendër e lëvizjes dhe vendosëm Gjilan, pas konsolidimit dhe shpenzimit të domosdoshme të energjisë në organizimin e brendshëm dhe zgjedhje dhe demokratike të struktura udhëheqëse legjitime, në mënyrë intensive vazhdojmë të përcjellim dhe të japim çështje alternative për zhvillimin politike në komunën e Gjilanit, duke organizuar takime të ndryshme me shqiptarë, konferenca për shtet, botimin e analizave kritike në mediat e tentuara, pjesëmarrjen aktive dhe kontinuere në debatet e organizuara në Hotelin Kristal dhe në vende të tjera, po edhe në media qendrore, prononcime të larmishme pra mediatike, organizimin e marshit simbolik pushtuar për shpejtimin e projektit Filumi Mirusha, organizimin e protestave partësore kundër zhvendosjes së shtatore të Noj Berishës dhe rezervare, dërgimin e shumë shkresave në drejtoritë të ndryshme të komunës dhe zyrës sekretarit komunës së Gjilanit e shumë aktivitete të tjera me qëllimin e vetëm për mirësimin e jetës së qytetarëve në Gjilan dhe të qendrit opozite rreth e zërit të arsyes kritike. Dhe në vazhdon e këtyre aktiviteteve tona do të jetë kurreza, tribuna dhe diskutime të ndryshme publike sikur kjo e sotit. Prandaj, pas të kalojmë te që në fillim na lejoni që t'ju falenderoj që ju keni përgjigjur ftesës tonë për këtë rrezë me temë fakte dhe dëshmi për keqeverisjen e komunës së Gjilanit, përmes cilës rrezë qendrave vendosur në Gjilan ka këto synime kryesore. Të paraqes dëshmi dhe fakte për keqeverisjen e komunës së Gjilanit, të identifikoj problemet konkrete me cilat po ballafaqohet komuna e Gjilanit, të ngritë zërin opozitar dhe kërkim të qeverisjes komunale në mënyrë racionale, të njoftoj qytetarët, opinionin e gjerë publik dhe gjithë aktorët tjerë relevant për keqeverisjen në Gjilan, të shtoj presionin ndaj qeverisjes komunale për të shtuar kujdesin, transparencën, ligjshmërinë ndaj shpenzimeve të parave publike, të nxjisë qeveritarët komunal që të hapin tenderët në mënyrë të lehtëshme, transparente dhe të mos dëmtojnë konkurrencën e lirë, të bashkëndojnë këto dëshmi dhe fakte për keqeverisjen me gjithë, madje edhe me prokurorinë, në mënyrë që këto dëshmi dhe fakte të mos mbeten nënsjelltar dhe t'i bulet brulja amnezisë për të adresohen në autoritetet përgjithëse institucionale. Të nderuar pjesëmarrës, këtë rrezë mund të dy pjesë kryesore. Pjesa e parë do të jetë shpallimi i këtyre dëshmive dhe fakteve për keqeverisjen e komunës së Gjilanit, ku do të kemi këto paraqitje. Paraqitje mediatike në zhvillimin e komunës së Gjilanit, e cila paraqitje ka ndikim të jashtëzakonshëm në imazhin e komunës tonë, por edhe për të treguar keqpërdorimet e politikës komunale. Pas paraqitjes pasqyrës mediatike, do të kalojmë në leximin vetëm të disa shkresave zyrtare që dokumentojnë tejkalimin e kompetencave të kryetarit të komunës, Qemal Mustafës, dhe shkeljet në fushën e arsimit, në fushën e tenderimit. Pastaj evidentimi për përgjithësime nga zyra auditorit përgjithshëm në raportin e saj fundit për kitazje mbi pasqyrën financiare të komunës së Gjilanit. Pastaj do të kemi edhe reagimin e lëvizjes së vendosjes për miratimin e statutit të ri komunal që është në kundërshtim me vullnetin e qytetarëve të Gjilanit, të shoqëruar me faktin 20.000 nënshkrime në atij peticioni si fakt dhe dëshmi apërtimit të këtij komuniste.
Ndërsa pjesa e dytë do të jetë mbi komente pyetje për dëshmitë e faktit të juaja për qeverisin komunës Gjilani, në mënyrë që adresimi i shqetësimeve për këtë qeverisin mund të jetë si një bërim monopoli opozitar apo si një divizionalitet i fakteve, por këto fakte do dëshmitë tona plotësohen, pasurohen dhe të ripëhen nga faktet që dëshmitë e juaja. Të nderuar shëndoshëm, faktet dhe dëshmitë tona mbështeten në këto materiale si vjen. Analiza e tërësishme të rëndësime publike të proceseve komunale, komunikimi zyrtar përmes shpresave të qendrës së lëvizjes dhe vendosjes në drejtorinë e komunës, e veçmas të zyrën e kryetarit të komunës së Gjilanit, analiza krahasuese e raporteve të zyrës së auditorit gjeneral, pasqyrja e raportit të protestit nga Komisioni Evropian në pjesën mbi pushtetin lokal dhe qeverisin komunale, paraqitja e ankesave në zyrën tongave shtetare, të cilët kanë qenë të pakënaqur dëshmitar për po edhe dëmtuar nga përgjegjësitë ligjore dhe menaxhuese nga autoritetet komunale. Prandaj e pahumbur kohë ftoj gjyqësin e parë të Rudina Asalin që të prezentoj disa shkresa dhe fakte për shkeljes në sferën e përfshirë. Përshëndetje për gjithë. Fillimisht do të lexoj një shkresë nga kryetari i komunës së Gjilanit për lëvizjen dhe vendosje, të cilën ai e ka quajtur përgjigje pjesën në pyetjet e shkruara, ku ndër të tjera shtot se është e palogjikshme që të debatohet me ju lidhur me rastin në fjalë, sepse për ju faktet nuk paraqesin relevancë. Edhe kur ato vijnë nga trupa kredibil shtetëror, siç është auditori i licencuar dhe i certifikuar për këtë punë. Ky ka qenë 19 gusht 2011, ka që ne do të paraqesim disa fakte. Komisioni komunal për shqyrtimin e ankesave i themeluar në vendimin e kryetarit të komunës në përbërje, Sali Fazliu kryesues, Saqip Osmani antar dhe Gordana Novicevic antare, duke vendosur sipas ankesës numër 02-16-32-525 të datës 02-09-2011 të parashtruar nga ana e zonjës Lutfie Avdiu nga Gjilani. Më 11/10/2011 morim këtë vendim. Aprovohet pjesërisht e bazuar ankesa e palës Lutfie Avdiu nga Gjilani. Anullohet paragrafi 5.2 të vendimit të Drejtoratit Komunal të Arsimit 05 numër 721/2011 i datës 31/08/2011, aty ku është përcaktuar për zgjedhja në shkollën e mesme gjimnazi Zenel Hajdini për pozitën e mësimdhënësit për gjuhë shqipe Drita Isufi. Obligohet Drejtoria Komunale e Arsimit që brenda afatit prej 15 ditësh të rishpall konkursin për këtë pozitë dhe ta bëjë zgjedhjen sipas kritereve të përcaktuara. Si rezultat i këtyre të gjeturave në shkresat e lëndës, Komisioni për shqyrtimin e ankesave konstaton se ka shkelje të procedurës së vlerësimit nga ana e Komisionit intervistues. Ndërka që nga dita e marrjes së këtij vendimi ka kaluar 72 ditë, kurse afati për realizimin e këtij vendimi ka qenë 15 ditë. Nga kjo ne mund të shohim se kryetari i komunës bën krijimin e komisioneve të ndryshme, jo për të realizuar vendimet që i marrin ato komisione, por vetëm sa për të mashtruar qytetarët e komunës tonë. Në lidhje me këtë rast, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Inspeksionit merr vendim që të fuqizohet vendimi i Komisionit Komunal numër 02-16-32-525 e datës 11/10/2011 për shqyrtimin e ankesës së zonjës Lutfie Pira Avdiu. Tani kemi edhe një ankesë tjetër, është Komisioni Komunal për shqyrtimin e ankesave më 18/10/2011 mori këtë vendim. Aprovohet si e bazuar ankesa e palës Lida Shemsiu Latifi nga Gjilani dhe rekomandohet Drejtoria Komunale e Arsimit që ta sistemojë kandidatën Lida Shemsiu Latifi në pozitën profesori i LMS Gjeografisë në Gjimnazin Zenel Hajdini në Gjilan ose në ndonjë shkollë tjetër në përputhje me kualifikimin e saj. Një vendim tjetër ka qenë për anullimin e konkursit numër 466 fraksion 09 të datës 22/07/2009 për drejtor të shkollave. Në shkollën fillore Themi Metku në Gjilan, në shkollën e mesme Dr. Aslan Elezi në Gjilan, në shkollën e mesme Arbëria në Gjilan dhe në shkollën fillore Vebi Ibrahimi në Zgjaku. Arsyetim: për shkak të qasjes jo profesionale dhe selektive të komisionit intervistues ndaj kandidatëve të paraqitur në konkurs dhe për shkak të mungesës së kandidatëve në ndonjëherë nga shkolla. Rekomandim: shkollat vazhdojnë të menaxhohen nga ushtrues e tyre të drejtorëve deri në vendosjen e konkurs të ri, i cili do të shkallët në janar të vitit 2010. Kjo ka qenë në 14/10/2009 kryetari i komunës Qemal Mustafa.
Ministria e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë, sektori rajonal i inspeksionit për arsim, për drejtorin e drejtorisë së arsimit, një përgjigje. Sipas kësaj përgjigje, sektori i inspeksionit ka shfrytzuar kërkesën në fjalë, dokumentacionin shtesë si dhe vendimin e kryetarit të komunës dhe konstaton se vendimi i kryetarit të komunës është i pa argumentuar dhe nuk ka mbështetje ligjore. Komisioni intervistues ka vepruar me qasje profesionale dhe selektive në bazë të udhëzimit administrativ numër 3 fraksion 2009. Arsyetim. Konkursi i shpallur nga Drejtoria Komunale e Arsimit Gjilan në 2207/2009, 05 numër 466 fraksion 09, është i lejuar të shpallur nga kryetari i komunës më 2107/2009, si dëshmi është edhe në shkrimi i tij. Tani do të paraqisim edhe një rast tjetër. Kemi rastin e Gëzim Jusufi. Gëzim Jusufi është pranuar në punë, ai pas 5 ditë pune, i është thënë se duhet ta liroj këtë vend të punës për t'ia lëshuar Arbana Sahidit. Gëzimi gjatë shkollimit të tij ka fituar 551 kredi, domethënë është mjaft i kualifikuar, por edhe Arbana ka 272 kredi, por ajo ka edhe një vend tjetër të punës, ajo punon edhe në fakultetin ekonomik. Komisioni komunal për shqyrtimin e ankesave në lidhje me këtë rast ka bërë një rekomandim. Meqense rasti i Gëzim Jusufit është rast më i veçantë për dallim nga ankuesit e tjerë, jo në fajin e tij, Komisioni komunal për shqyrtimin e ankesave i rekomandon Drejtorisë Komunale të Arsimit për shkak të reformave të krijuara që kandidati Gëzim Jusufi në të ardhmen sa më të afërt ta sistemojnë në ndonjë vend tjetër pune në njërin nga shkollat e mesme të komunës. Tani kemi edhe një vendim që e ka marrë kryetari i komunës së Gjilanit Qemaj Mustafa, por siç ne ashtu të siç mësuar ai merr vendime të cilat nuk i respekton. Me anë të këtij vendimi ai thotë se ndërpritet marrëdhënia e punës, përveç në rastin se kuadri është i rrallë dhe i pa konkurrencë, të gjitha atyre kuadrove që punojnë në sistemin e arsimit, shëndetësisë dhe administratës dhe që kanë të themeluar marrëdhënie të rregullt pune edhe në ndonjë institucion tjetër, pa vendimin dhe njohurinë e kuvendit komunal dhe të kryetarit të komunës. Ky vendim hyn në fuqi që nga dita e nënshkrimit. Pra sipas këtij vendimi, nuk është e lejuar që një qytetar të ketë 2 punë në sistemin e arsimit, shëndetësisë e të tjera, por ne dimë se kryetari i komunës Qemaj Mustafa jo vetëm që nuk i përfil këto vendime, por ndikon që vetë ta nxjerrë një qytetar prej punës për t'ia dhënë atë vend të punës dikujt që tashmë e ka marrëdhënie të rregullta pune diku tjetër. Pastaj kemi për zotëri Shaban Bislimi, punonjës i arsimit në shkollën e mesme gjimnazit Zenel Hajdini në Gjilan. Njoftim datë 05/07/2010. Nga gjykata e qarkut dhe ajo komunale në Gjilan kemi pranuar aktgjykimet përmes të cilave paditësit zotëri Bernar Vaziri nga Bresualsi i aprovohet padia dhe kërkesë padia për sistemimin në vendin e punës profesor i gjuhës frënge në gjimnazin Zenel Hajdini, vend pune të cilin aktualisht e mbani. Andaj, para praktikisht njoftojmë se për këto arsye marrëdhënia e punës si profesor i gjuhës frënge do t'u pushoj. Kjo ndërhyrje e drejtorit është krejtësisht antiligjore, për arsye se zotëri Shaban Bislimi është pranuar në punë në mënyrë krejtësisht të rregullt. Sidoqoftë numri i ankesave në fushën e arsimit është mjaft i madh. Ne kemi rreth 100 punëtorë të arsimit të cilët punojnë, e kanë vendimin e tyre të punës në fushën e arsimit, por ata nuk ndodhen në listën e pagave. Përderisa kemi punëtorë të tjerë, të cilët janë në listën e pagave, por ata janë gjetur në atë punë pa kaluar nëpër procedura të caktuara ligjore siç janë konkurse. Sidoqoftë më gjerësisht në lidhje me këtë temë, ne do të debatojmë edhe në kryesën për arsim që do të organizojmë së shpejti. Faleminderit. Për drejtorin e drejtorisë së Pusësisë, Zhvillimit Rural dhe Kulturalisë. Nga qendra e lëvizjes Vetëvendosje në Gjilan, prerja e prunjeve në qytet, data 26/9/2011. Zotëri drejtor, na njoftoni, a ka pas qyrtim dhe vendim të ekspertëve për secilin grup veç e veç? A ka komisioni proces verbal në lidhje me shqyrtimin dhe vendimit për këtë çështje? Nëse keni proces verbal, na i dërgoni një kopje të proces verbalit. Nëse vendimet janë marrë ndryshe, na njoftoni si. Sa i ka kushtuar komunës kjo punë? Drejtoria për bujqësi dhe pritari, përgjigje, në kërkesën e lëvizjes Vetëvendosje, lidhur me projektin për drunje dekorativ në qytet,
Me që vitë më parë një numër i konsiderueshëm i drunjeve dekorative për gjatë rrugës kryesore të qytetit kishin filluar të thashin në vitin 2009. Kryetari i komunës kërkoi nga zyrtarët e drejtorisë për bujqësi dhe plotari që të analizojnë gjendjen e tyre dhe të propozojnë një zgjidhje racionale. Ne e analizuam gjendjen e këtyre drunjeve dhe erdhëm në përfundim që është të domosdoshme largimi disa prej drunjeve dhe zëvendësimi i tyre me drunje të ri. Komunës i kushton një drunjë mbjellur duke përfshirë të gjithë punët me satalesh 63 euro. Për drejtorinë e drejtorisë së bujqësisë, zotëri Nazmira Puca nga Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje Gjilan, Blenda Kërkesë, zotëri drejtar. Publikisht keni deklaruar se keni bërë analizat laboratorike, fitopatologjike të drunjeve dekorative para se t'i prerjen. Ne kërkojmë nga ju të na i dërgoni një kopje të atyre analizave për nevojat e ekspertëve tanë. Drejtori nuk i ka dërguar analizat sepse ato nuk ekzistojnë. Deklarata publike paraqet mashtrën të opinionit. Urdhëres drejtorin e arsimit që të mos pengohen punimet në shkollën e mesme të bujqësisë Argëria Gjilan, kryetari i komunës Qemaj Mustafa. Nga Qemaj Mustafa, kryetari i komunës, për drejtorin e drejtoratit të arsimit Lënda Kërkesë. I nderuar, kërkojmë nga ju që të lejoni kompaninë e cila ka marrë për obligim ndërrimin e dyerve të dritarëve në shkollën fillore Rames Cërnica në Cërnicë, që në 2 vikendet të ardhshme të bëjë ndërrimin e dyerve të dritarëve pa filluar procesin mësimor. Përgjigje. Zotëri kryetar, në lidhje me ndërrimin e dyerve të shkollës fillore Rames Cërnica, ushtruesi i dyrës i drejtorit të shkollës ka kërkuar që të mos ndërrohen dyert sipas tij. Dyert janë të kualitetit të mirë dhe nuk ka nevojë për ndërrimin e tyre. Unë jam pajtuar për një propozim të tillë, pasi që bëhet fjalë për një investim të panevojshme, kurse ne kemi shumë nevojë për investime të tjera. Sa i përket punëve në shkollën e mesme të bujqësisë Arbëria, unë kam urdhëruar ndalimin e punëve sepse puna është e kontraktuar pa respektim procedurash, pa njoftuar fare drejtorin e shkollës dhe BPA. Dhe bazuar në punimet e drejtorisë së shkollës atje, po ndërruan elemente që janë ndërruar para një jave e që është krejt e panevojshme që ato të ndërruan. Nësar Selimi për të kalimin e kompetencave të kryetarit komunës. Kontradiktat e pushtetare. Kryetari i komunës Qemaj Mustafa në misionin të vëklanit Infomagazina me 4/11/2011 pa deklaruar. Ka ndërhyrë në konkurs për ta njoftuar nepotizmin. Ai madje me ndërhyrjen e tij ka penguar lidhjen e kontratës së punës të disa kandidatëve që komisionit i ka ranguar në krye të listës. Në të njëjtën kohë, kryetari punësoi gruan e vëllait para se ta shpallë konkursin. Në zyrën e personelit, punata e kryetarit nuk ka përvojë pune. Për këtë arsye në konkursin e shpallur më vonë nuk është kërkuar përvoja e punës. Kryetari i komunës vitin e kaluar në një vendim tu ndërpres marrëdhënien e punës të gjithë atyre që përveç arsimit e kanë në një vend pune. E 6 shtator të këtij viti, Gëzim Jusufi, pas 5 ditë pune i ndërprej marrëdhënia e punës. Në vend të tij edhe Albana Saite punësuar në Fakultetin Ekonomik si asistent. Kryetari i komunës ndërhyrjet i arsyetohen me obligimin e tij për ta respektuar ligjin dhe për shkak të trajtimit të barabartë të gjithë qytetarëve. Kryetari i komunës nxjerr vendime që nuk kanë bazë ligjore dhe janë në kundërshtim me ligjin. Ai për një konkurs i bën 2 komisione, një profesional e një për verifikimin e gjendjes ekonomike e sociale. Edhe pse me kushtet e konkursit kërkohet certifikata e gjendjes ekonomike. Kryetari kështu me rolin e komisionit intervistues dhe krijon kritere. Ky vendim nxjerr me datën 26/9/2011. Dhe është në kundërshtim me ligjin, sepse procedurat e konkursit dhe rekrutimit janë të rregulluara në udhëtimin administrativ. Procedurat e zgjedhjes së personelit arsimor në shkollë, numër 17 fraksion 2009, data 28/8/2009 të Ministrisë së Arsimit. Me 19/2/2011 kryetari i komunës nxorri vendimin numër 59 fraksion 11 për arsyetimin se don me pengu familjarizmin. Edhe ky vendim nuk ka bazë ligjore dhe nuk ka pas përvojë për këtë vendim sepse konflikti interesit rregullohet me ligj se ai vetë ka punësuar anëtar të familjes së tij pa konkurs, por edhe nga 2-3 anëtar të familjes që i shërbejnë atij. Me 22 korrekt vitit 2011, kryetari i komunës e ka përzulluar një vendim të kuvendit komunal. Nga Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Gjilan është drejtuar zyrtës së kryetarit me kërkesë me 17/11/2011.
Zoti kryetar, Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Gjilan kërkon nga zyra juaj që na i sigurojnë një kopje fizike të vendimit të kryetarit të komunës. Numri i protokollit 417 fraksioni 11 të datës 22. Shtatin 2011, që ka të bëjë me prezullimin e vendimit të kuvendit komunal, që ka të bëjë me propozimin e kuvendit për komisionin interesues të mësimdhënësve, por nuk kemi marrë përgjigje. Me datën 11/7/2011, kryetari i komunës merr këtë vendim. Në atë këtij vendimi obligon shkollat e mesme në Gjilan që me rastin e regjistrimit të nxënësve në këtë vit shkollor, klasat e 10-ta, përfshi të gjithë drejtimet dhe paralelet, mos të lejohet që numri të tejkalojë mbi 35 nxënës. Kryetari i komunës Qemal Mustafa. Mirë po, numri i nxënësve në disa shkolla ka kaluar 40. Për rritjen e numrit të nxënësve ka ndikuar vetë kryetari. Në këtë vendim, kryetari i komunës nga të ryjë në kompetencat e Ministrisë së Arsimit. Për zotëri Qemal Mustafa, kryetari i komunës së Gjilanit, nga Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Gjilan, data 28/7/2011, e shpërdorimit të veturave zyrtare. Zoti kryetar, Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje, si subjekti më i përkrahur nga qytetarët e komunës së Gjilanit, kërkon nga ju që më njëherë të ndërpresni shfrytëzimin e veturës zyrtare dhe të shoferit të komunës për udhëtime private, duke përfshirë këtu udhëtimin për në shtëpinë tuaj në Prishtinë. Si dhe gjithashtu të urdhëroni bashkëpunëtorët tuaj të ndjekin shembullin tuaj. Me datën 8/8/2011, kryetari përgjigjet. Të nderuar zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje, një kryetar komune me ligj dhe me vendim të qeverisë ka veturën në shfrytëzim gjatë gjithë kohës. Unë në cilësinë e kryetarit jam zyrtaresh për edhe faktikisht banor i komunës, sepse e kam vendbanimin dhe dokumentacionin e përjashtur këtu, pavarësisht që e kam një shtëpi edhe në Prishtinë. Nuk është e vërtetë që veturat e komunës përdoren pas orarit të punës përveç ndonjëherës e që është bërë me leje të kryetarit të komunës. Jemi të sigurt se veturat janë përdorur për nevojat të komunës, duke mos përjashtuar asnjëherë përdorimin edhe për një rast të domosdoshëm familjare privat për me arsyeshmëri. Veturat zyrtare edhe me tuqe po keq përdoren. Për zotëri Qemal Mustafa, kryetari i komunës së Gjilanit, nga Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Gjilan, data 20/10/2011, lënda kërkesë. Zoti kryetar, duke e pas parasysh se ju e keni ndërtuar vendbanimin dhe me vite jetoni bashkë me familjen tuaj në shtëpi që e keni ndërtuar në Prishtinë. Udhëtoni çdo ditë me veturë zyrtare dhe shofer të komunës. Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje kërkon nga ju që të veproni në harmoni me nenin 77.2.d të statutit të komunës Kullkullën. Mandati kryetarit të komunës përfundon, se ndërron vendbanimin në komunën tjetër. Me nenin 2.3.c.4 të ligjit për vetë qeverisë lokale Kullkullën. Mandati kryetarit të komunës përfundon nëse ndërron vendbanimin në komunën tjetër. Zoti kryetar, duke pas parasysh se argumentet e latë përmendura dëshmojnë se ju keni ligjin e LVL-s dhe statutit të komunës së Gjilanit, ne kërkojmë nga ju që të jepni fund mandatit tuaj me njëherë në përputhje me ligjin vargjet në ligjore të përmendura më lart. Për drejtoreshën e drejtorisë urbanizmit zonjës Baria Mamuti, nga Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Gjilan. Zonja drejtoresh, Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Gjilan kërkon nga ju ta njoftoni se a është kërkuar leje ndërtimin nga partnerët që e kanë filluar ndërtimin në Truallin, ku deri para kësaj javëve ka qenë ndërtesa drejtorisë së Gjeodezisë dhe e ka lejuar ndërtimin drejtoria që ju e drejton. Nëse është lejuar ndërtimin, na njoftoni a është paguar leja e ndërtimit me cila do të jenë dimensionet e objektit. Njoftim, Kuvendi Komunal Gjilan nuk ka kërkuar leje urbanistike, saktimin e kusheve të lokacionit, për ndërtimin e objektit bani mora afaret në lokacionin të kombinatit Doanit në Gjilan, përkatësisht në lokacionin e ish objektit të drejtorisë për Gjeodezi, kadastër dhe pron të Kuvendit Komunal Gjilan. Lidhur me kërkesat në fjalë, ky organ deri ka lëshuar lejet urbanistike për objektin e filluar të kombinatit Doanit. Është bërë edhe llogaritje e sipërfaqes, përkatësisht shumës së kompensime për rregullon e tokës ndërtimore, me vlerë prej 68.389 euro, nga cila shumë bashkëinvestuesi në të bë Diamond me datën 28/2011 ka paguar 34.200 euro, apo vlerën prej 50% nga totali, ndërsa për objektin të DGKP-s është në pritje të kompletimit të dokumentacionit të nevojshme për llogaritje. Kjo do të thotë se objekti të ish kadastrit po ndërtohet pa leje dhe pa plan urbanistik. Kryetari i komunës u aprishi shtëpi të varfër kurse bizneseve ju ndihmon të shkelin ligje. Zanita Leka,
të transparencës. Përshëndetje për gjithë. Kryetari Komunës, Zotë Mustafa, edhe vetë ka konfirmuar atë që ligji obligon në zyrën e informimit, duke thënë shprehjesht. Kërkoni përgjigjen në zyrën e informimit në komunë dhe ata janë të obliguar të servojnë informacionet e duhura, ashtu siç janë të obliguara institucionet ndaj publikut bazuar në ligjet nga fuqi. Kjo ka qenë me datën 19 gusht 2011 në Gjilan. Vazhdo me shkresën për cilat nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Përshtypjen e kryetarit të komunës, Zoti Qemal Mustafa, nga qarka e lëvizjes vetëvendosje në Gjilan. Lënda, qëllanja e zyrëve të drejtorisë së kadastrës, gjeodezisë, pronës dhe banimit, me 28 vetin 2011. Zoti kryetar, kërkojmë nga ju që në lidhje me qëllarjen e zyrëve të drejtorisë së lartëmendur, të na informoni si na vjen. A ka pas tender publik për këtë çështje? Nëse ka pas tender, na njoftoni në procedurat e tenderimit. Nëse nuk ka pas tender, si është lidh kontrata? Cilat objekte tjera keni pas si alternativë për të njëjtin qëllim? Sa është qiraja mujore e objektit në fjalë? Cili është afati kohor i kontratës dhe kush është pronar i objektit të lartëmendur? Nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Shpresa tjetër është kërkesë për drejtorin për ekonomi dhe financa, Zotri Nuhinu Hio, nga qendra e lëvizjes vetëvendosje në Gjilan, me 28 vjetin 2011. Qendra e lëvizjes vetëvendosje në Gjilan kërkon nga ju të na njoftoni me sasinë e mjeteve të buxhetit të komunës të shpenzuara për kompenzim të punëve jashtë orarit të punës. Kërkojmë po ashtu që na njoftoni me sasinë e mjeteve të shpenzuara për mbikëqyrjen e projekteve të financuara nga komuna ose donatorë të tjerë. Gjithashtu pa përgjigje. Kërkesa tjetër është për menaxherin e zyrës së prokurimit, zonës Atigje Dako, nga qendra e lëvizjes vetëvendosje Gjilan. Zonja menaxhere, duke pas parasysh se si pasojë e shpalljes së tenderëve dhe lidhjeve të kontratave, pa ekzekutuar mjetet, komuna po zhytet në borxhe. Kërkojmë nga ju të na dërgoni listën e tenderëve të kontraktuar pa ekzekutuar mjetet paraprakisht dhe vlerën e secilit prej tyre në euro. Na njoftoni saktë sa ju ka borxh komuna kompanive që kanë punuar në projektet në komunën tonë, pa asnjë përgjigje. Për kryetarin e komunës, Zoti Qemal Mustafa, nga qendra e lëvizjes vetëvendosje Gjilan. Lënda është reprezentacioni me 23/8/2011. Zoti kryetar, qendra e lëvizjes vetëvendosje në Gjilan kërkon nga ju të njoftoni me shkrim në afatin e paraparë me ligj me lartësinë e shpenzimeve në emër të reprezentacionit gjatë vitit 2010 dhe 6 mujorin e parë të vitit 2010 në zyrën tuaj. Për asnjë nga këto shpresa nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Tani le të shkputemi pak prej këtyre lecimeve që ta kemi një pasqyrim mediatek zhvillimeve komunale që në fakt pasqyron vetë një kronik zezë të keqeverisjes në Gjilan. Ta ndjejmë.
300.000 euro në planeve dhe planifikive që nuk respektohen. Kryetari i komunës i menaxhon rreth 80% të investimeve kapitale për vitin 2012. Nga 3.8 milion euro të investimeve kapitale, zyra kryetarit planifikohet të menaxhojë 3.163.700 euro. Për nevojat e sektorit të shëndetësisë primare, komuna i ka planifikuar 22.000 euro ose 22 cent për kohë banore për një vit. Për pajisje dhe kabinete shkollore, për vitin 2012 janë planifikuar 24.000 euro. Në shkollat e komunës së Gjilanit, mësimet i ndjekin rreth 25 nxënës. Për projekte zhvillimore për bursi, rektori dhe punëtari për vitin 2012 janë planifikuar 83.700 euro ose 84 cent për kohë banore. Kurse për pajisjet për kuvendi komunal, ku 21 këshilltar takohen një herë në muaj, janë planifikuar 165.000 euro. Partimin e projekteve për investime kapitale 330.000 euro ose rreth 10% e investimeve kapitale të planifikuara për vitin 2012. Ne kemi parasysh se shumë projekte bota nga viti paraprakën ka nevojë për projekte të reja, shpenzimet për projektime janë shumë të mëdha. Buxheti paraport për shpenzimin e zyrave të kryetarëve të komunave, pothuajse në të gjitha komunat, është më madh se buxheti i drejtorive të burësisë dhe drejtorive të kulturës, rinisë dhe sportit. Bazuar në informatat që i kemi, komuna i ka rreth 10 milion euro borxhe, kompanive që janë të angazhuara në kryen e tyre të ndryshme, por edhe për furnizimin, reprezentacionin dhe kryen e shërbimeve për komunën. Kryetari i komunës publikisht e ka pranuar se komuna i ka 2 milion euro borxh. Për vitin 2012 komuna i ka planifikuar 3.8 milion euro investime kapitale, këto mjete nuk mjaftojnë as për pagesën e borxheve. Bazuar në ligjet në fuqi, nuk lejohet dhënia e tenderëve para se të zotohen mjetet. Në komunën e Gjilanit dhënia e tenderëve pa mjete të zotuara është bërë dukurim. Ja disa shembuj të keqpërdorimit të buxhetit, reprezentacioni, ekskluzioni zyrtar civil në rastin e Kargisa. Vazhdojmë në kërkesë shërbësi civil në shërbimin e komunës nga qendra e lëvizjes vendosje në Gjilan për zotëri që majnë Mustafa, kryetari i komunës së Gjilanit e datës 31 gusht 2011. Zotëri kryetar, sa i ka kushtuar buxhetit komunës ky ekskluzion? Në cilën ligj apo rregullore jemi mbështetur kur kemi vendosur që në paratë e taksa paguesve të paguni ekskluzioni? A ka pas komuna fond planifikuar për ekskluzione fundore të komunës? A është konflikt interesi kontraktimi hotelit të drejtorit të drejtorisë së kulturës në Durrës për këtë ekskluzion që është angazhuar nga jo? Çfarë masa keni ndërmarrë ndaj shërbësve civil që i kanë mbjellur peshqerët e hotelit? Zotëri kryetar, ne kërkojmë nga jo parat për ekskluzion që pagojnë të gjithë ata që ishin atë ekskluzion. Mjetet të buxhetit komunës i kthejnë komunës. Punëtorëve që kanë shkuar në ekskluzion në ditë pune të mos u paguhet dita. Ndaj atyre që kanë mbjellur peshqerët e hotelit të marrën masat e parapara me ligj. Ju t'i kërkoni falje publike taksa paguesve të komunës së Gjilanit për keqpërdorimin e buxhetit të tyre. Edhe pse kanë kaluar 3 muaj nga dita kur e kemi dërguar këtë nuk kemi marrë përgjigje. Vazhdojmë një kërkesë tjetër nga qendra e lëvizjes vendosje në Gjilan për zotëri Qemal Mustafa, kryetari i komunës së Gjilanit e datës 22 korrik 2011, rasti Gagica. Në nëntor të vitit 2008, përmes procedurave të rregulla dhe kriterëve të aprovuara nga kropat relevant komunale, Komisioni për planimin e punëtorëve të ri, në krye me zotëri Tahir Arishti, e ka pranuar në marrëdhënie të rregull pune me drejtorinë e arsimit dhe kulturës, rinisë e sportit, zotëri Nazim Gagica për postin zyrtar për muzikë. Keni qenë ju zotëri kryetar, ai që keni ndërhyrë në drejtorinë e administratës, për të penguar futjen e zotëri Gagicës në listën e pagave parsëve të bazuara në ligj. Gjykata komunale me aktgjykimin C numër 186 faksion 2009 datës 3 gusht 2010 fajtor e ka shpallur komunën dhe me vendimin e të njëjtës gjykatë e obligon të komunën që t'ia kompenzojë dëmin material zotëri Gagicës. Njëkohësisht edhe kërkon që të kthehet në punë zotëri Gagica. Ju zotëri kryetar duke mos e kthyer në punë zotëri Gagicën po e bëni edhe një shkelje ligjore, po shkaktoni edhe një dëm material komunës sepse po paguhen 40 për të njëjtën vend pune. E
kemi një argumentim nga gjykata komunale në Gjilan, ku thuhet në tutje i lejohet ekzekutimi i aktgjykimit të gjykatës komunale në Gjilan, C numër 186 faksion 2009 të datës 3 gurë 2010 në çast obligohet Ministria e Ekonomisë dhe Financave thesari në Prishtinë që nga gjirollogaria komunës së Gjilanit të bartë mjetet në gjirollogarin e cila i takon kreditorit Nazim Gagica nga Gjilani. Profesor Beluli, kontradiktat e kryetorit komunës. Faleminderit. Vejmë do të prezentojmë disa dokumente dhe institucioneve që dëshmojnë se udhëheqësit e institucioneve tona nuk e thonë të vërtetë. Është ndonë në 3 pika, në një kemi rastin e banesës të së ardhrave të 2400 punëtorëve të komunës së Gjilanit, në 2 pyetja e qendrës së lëvizjes vendosje drejtuar drejtorit të drejtorisë, dhe në 3 kryetari i komunës, ata që i suspendon për keq përdorim të vendit punës i konson pa konkurs përmes vëllëresave në vonë. Për zotin Qemaj Mustafa, kryetari i komunës së Gjilanit nga qendra e lëvizjes vendosje Gjilan. Landa Drejtonësimi. Zoti kryetar, 2400 punëtorë të komunës së Gjilanit kanë mbetur pa paga 8 ditë, sipas Ministrisë së Financave, vonesa ka ndodhur për shkak të shpenzimeve pa mbulesë të komunës së Gjilanit dhe se pagat janë lëshuar pas korrigjimeve që ka qenë e obliguar të bëjë komuna e Gjilanit. Bazuar në informata të sigurta, komuna e Gjilanit e zën vendin e parë në Kosovë me tejkalimin e numrit të konsuarit. Ju i keni konsuar 439 shërbëes CV mbi numrin e vetë. Ne kemi marrë një përgjigje nga zyra e kryetarit, Qemaj Mustafa, për lëvizjen e vendosje që vjen kështu. Unë personalisht kam shkruar para ligu që ngjesin në marrjen e pagave për 7 ditë, ka qenë plotësisht lëshim i dhe deklaret drejtohen e atij. Në komunë nuk ka mbi punësim sepse listën e pagave e kontrollon Ministria e Administratës Publike. Lakmi e ka komunën tonë shumë kryetar dhe qytetarët e tyre, kryetarët e tjerë. Faktet që i kam krijuar unë si kryetar dhe komuna jonë janë koforta dhe e rënojnë çdo tentativë tuaj për manipulim. Kemi edhe deklaratën e ministrit Vetëri Hamza në Kuvendin e Kosovës me datën 29 gusht 2011 që vjen shtë. Ministria e Financave nuk i ka bërë vonesën e pagesës së pagave. Çdo herë kur organizatat buxhetore kanë numrin e të konsuarve dhe masën e pagave në kuadër të ligjit të buxhetit, ne pa problem të bëjmë ekzekutimin e pagave. Në momentin kur do një organizatë buxhetore ka tejkalim të numrit të konsuarve në raport me numrin i cili është i lejuar me buxhetin dhe ka tejkalim të masës së pagave, ne kërkojmë nga organizata buxhetore që të bëjë korrigjimet e nevojshme. Kësaj ka ndodhur edhe me komunën e Gjilanit, ku ka pasur mos përpoqshmëri për 43.000 euro tek masa e pagave. Ne kemi kërkuar që të bëhet ky korrigjim. Ky korrigjim është bërë me datën 5/8/2011 dhe në momentin kur është bërë korrigjimi, ne kemi bërë ekzekutimin e pagave. Është në tutje me një shkresë që është dërguar drejtorisë së financave dhe ekonomisë dhe zhvillimit, zotrin Ulin. Nga qendra e lëvizjes vendosje Gjilan, lënda reprezentacioni me datë 16 gusht 2011, janë kështu. Zoti drejtor, qendra e lëvizjes vendosje në Gjilan kërkon nga ju ta njoftoni me shkrim lartësinë e shpenzimeve në emër të reprezentacionit gjatë vitit 2010 në drejtoritë dhe organet e tjera të komunës, si dhe në zyrën e kryetarit të komunës. Këtu e kemi një përgjigje, për përgjigjes nuk mund të besojmë, sepse për një pyetje i kemi marrë 2 përgjigje të ndryshme. Sipas drejtorisë së financave, drejtoria e urbanizmit i ka shpenzuar 3.534.15 euro, kurse sipas drejtorisë së urbanizmit e njëjta i ka shpenzuar 1.546.90 euro për vitin 2011. Drejtoritë të tjera nuk janë përgjigjur fare. Komuna e Gjilanit i ka paraqitur 102.470 euro si shpenzime të reprezentacionit. Realisht kjo shumë fish më e madhe. Këto na nuk mund të zonë besë institucionit.
kemi edhe një vendim për suspendim, se në e ka marrë kryetari i komunës, pas analizimit të thotë të rrethanave në të cilën janë dy drejtorët e shkollave të mesme, Arbëria dhe drejtori i shkollës gjimnazit Zener Hajdini, sipas raportit policor më dorë 17 maj 2009, dhe të dëshmive me shkrim që janë dhënë nga dëshmitarë në vendin e ngjarjes merr vendim për suspendim me pagesë përderisa komisioni disiplinor të mos e bën konstatimin e tij përfundimtar për rastin. Arsyeshmëria e këtij vendimi bazohet në deklaratat dhe të dhënat materiale të gjetura nga policia dhe dëshmitarët në vendin e ngjarjes. Konsumimi i alkoolit në orën e punës në zyrën e drejtorit bashkënënësës. Kryetari i komunës Gjilan Shëmbëtur Lloreza, me datën 12/2/2010, me të cilën urdhërohet Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, që zotëri Musa Qerimi, është drejtori i shkollës mesme të bujqësisë Arbëria në Gjilan, ta sistemojnë në detyrën e punës, si sekretar shkollë në të njëjtën